Edhe si është tani ti prej që e dalë për Big Brother, njerëzit normal të njohin më shumë, si është ai ndjenja për ty? Për që ke him... Kallëzoj tani. Në fillim, e kom një vetën shumë keq, po të kallëzoj drejt. Jo keq, po në ciklet. A do ishim me bu foto, e krejtë? Kur dola, kur më qetën publiku, dola edhe i posh tani ata njerës atë, une kesh me familjen, u gjujtë në kejta, edhe se kum prit, se kum di qka, tani më boj kaj shuki jam, bo foto, thash aqe, se kum pas qështu kur, abden marrë dikush me thonë, a bon foto. E nisha vetë në ciklet, ku sham, une abden me më lyp me bo foto. Edhe qëta është hala, kur të më shofin, më pysen me bo foto. Si është e ndjenja? Ose kom qëta është, ju mësu pak, në fillim ju më konë ciklet, në zdisha, qysh me nejtë, qëta është e di, da ju mësu me kamera. A të ka ndryshu diçka të ti personalisht? Jo. A je akuma vitja? I njëjtë jam, qaj i thjeshte, si gjithë. Gjithmonë e thëmë, një person kush do sa do të qofë, sa paraka, sa fam ka, duhet me qenë vetvetja, down to earth. A në mendon edhe ti njëjtë kështu që duhet me qenë vetvetja, mos me fluturu, se sot je dikush, nesër nuk je. Po, absolutisht, se sot sillesh keq ose arrogant, veç se i ki dosani, i ki arri dosane, po që thove ti dikur në ashta si ki mo, e tani të bjen puna apet mu mirë me qatë njere, edhe a i ta bon bye-bye, që ta është i nëzorë për mua, beden. Që që thjeshtësia gjithmonë është sen shumë i bukur. I vlerëshëm. Po, absolut. Njerës të vlerësojnë. Njeri që është i thjeshtë. Që është veç që pse ki miliona bon mull me pini kafe me ti. E vërtet. E familja si eshe këtë që e ke marrë pjesë në Big Brother, atë kanë përkraq, si e kanë qenë për pjesën e familjes? Po në fillim kam pas pak probleme. Kam thonë pse, abeden... Na merë mendja. Njëtën sajnë ma këshin thonë, do është edhe prind të mi. Po, se normal është tuta, që ka mu njerës me thonë, ose te... Ose me të lendu. Po, ose me të lendu. Edhe ma vonë tani, kur kum hija, kur kum dalë në fakt, i kum po që i konë shumë të gëzushëm, i kum lënë pa gjomë, ajo është të vërtet, po më kanë përkra ekstrem. Që është më rëndësi. Unë në fillim ku më menu që në ashtë tasë më përkrajnë shumë, se ju më konë pak kunder, po tani e kanë po që më konë një eksperiencë edhe për mu. është e mirë sepse dosh edhe tash azem dosh me shfrytzu për të mirën tënd këtë eksperiencë që e ke bërë, mendoj unë. Që si për shembull rolin si aktor, edhe duhet me shfrytzu me vazhdu tutje. Po, unë edhe tjerëve që ju kanë aty mrena, që ju kam raportet mirë, ku më thonë, mos u nalni, se kjo ko Big Brother, dej në Big Brother tjetër, kjo shpejt kalon edhe të harrojnë njerës. Që që shfrytëzoj e qëtë moment që tash që të njofin pak njerës, merë dishka me veti, qel dishka, bo dishka që tash të me qëtë fomë. Ka njerës që shkojnë në përpushime, sene, edhe në ashtë edhe zdojnë, me moj që të farë fame, nuk jënë mësu. Që në për vete që ta është edhe mos me pas më Instagram hec, s'manin. Kështë e mujtë me vazhdu? Po jeta ja me vazhdojnë. Mune bizneset e mija i kam, punët e mija. Njëjtë apet që ju më kanë ma heret, e vazhdoj. Po ka njerës që ju mësu, me qëtë famë, me nejt. Po, unë se kam problem që ta është ekstra non-stop me bo sene, veç për me... Për me qenë in, ose për me qenë... Jo. Jam dënë, si përshkruan ti Azem famën? Qa është për ty fama? Për mu fama është nëse jep diçka edhe e vlerësoj njerëz. Çka është fama për mu? Ndikon diçka të mirën apo? Po ndikon, domethënë që ta është ja e qëtë naj film, naj muzik, naj san për njerëz, edhe ata të pëlqenë si person që je, që ke dhonë diçka ose i konë në për emisione, në esan që ki pëlqy, edhe të përkrojnë njerës. Edhe fama për mu që ajo është që jep diçka edhe të përkrojnë shumica njerëzve, po ki edhe njerës që pëdin, s'ta dojnë të miren, po edhe që ajo është fama. Ama ka edhe njerës, më falë që të ndërprej, ka edhe njerës që bëjnë diçka naj budallaki, si thuhet, edhe marim famë. Si shet ti këtë pjesën e famës?
Se ka njerëz që janë aktor, këngëtar, edhe kanë famë. Okej, dihet për atë talentin që e kanë kriju atë famën. Po për shembull këtu në TikTok që janë Instagram që bëjnë ai video ose edhe ajo dhes, edhe marrim famë. Si e shet ti këtë pjesën e famës? Po, qëra, për vete e kam. Pa me paragjiku dikën. Ja. Ta mon puna. Veç mendimi, si cilë mundet mu shprej dhe me thonë mendimin e vetë, për që ata është edhe kjo podcast. A bëdon me debatu me mund qëta? Jo. Mos e ju mësu. Unë e ju. Gjdo njeri për vete i ban qëto sane, mu së më pëlqenë. Qëtash me budalakia, me më rriti shka, mu bo, edhe mu të rrit mendja tani, në fund me vetë, po qa ki bo? Për qka njësh, qka jep. Po kom këcipi balkonit, e kom ingjizu vetën të këcipi balkonit. Aden, diqy s'ka... Po eksiston shumë kjo në rrjetet sociale. Po qështu janë. Të na është, ja ki romancë dhe shka kështu, aden, serial. Ja bën budalakia. Qështu janë sene që bojnë klikime. Se e shandi, kanë si sene. Këtu të mirat, s'po dhezën shumë. E vërtet. Po s'ka gojle. I miri i fiton. Duhet me bo naj skandal për me marrë fam, apo... Po qështu po thojnë, s'pedi tash. Nuk vedi, Duhet me bo diçka për mu... Po qështu skandale sene, po bojnë njerës shumë, edhe po bojnë të famshëm. Po tash te... A ja vlen me bo skandal, nuk e di. A kishe bo te? Jo. Se kisha bo. Unë e po. Ti e kishe bo? Jo. Po qa i bjen skandal, për shembull? Po dhe skandal që skandal i bjen... Qëta është s'pedi që në thonë... Me dalë të sulak. E, që sene. Me bo naj sti, naj sen që... Me në klo patesha, që se... Qështu diqka. Kulmi. Po dhe? Edhe me në gjizo vetën, tu hi tu këci patesha të mene. E tani bo është i famshëm. Nice. Nashta javlen, nuk e di. Do të mi pyet do njerë që kam bërë si skandale. Nashta.